Viti 1998, kohë lufte, diplomacia ndërkombëtare në kulminacion, kryeqyteti i zbrazur. Kur të gjithë në mënyrën e vet po kontribonin për çlirimin e Kosovës, ishin edhe artistët që thanë fjalën e tyre. Konga ka qenë me hap me dëshirën për liri. Me pru CNN-in në rrugën Llapit, në Prishtinë, shpejtan. Më prek shumë e kongë. Policën 4 rond. Projektet më të rëndësishme muzikore në të cilat kam marrë pjesë. Në për postbllogje policore. Projekti Call for Peace për mua është një prej kujtimeve më të bukura të rinisë teme. Të gjithë kemi kontribuar në drejtimin e njoftimit të botës se ne jemi ana apo pala paqësore. Nëse ne kemi mundësinë të flasim botës nëpërmjet këngës, ne po mushim edhe me kontribu për paqen në Kosovë. Projekti Kosova Calls for Peace, këtë të shtunë në ora 21 në KTV, në emisionin Fakte me Adnan Merovcin.